101 informacionet më të rëndësishme për vitin 2025 sipas Mast Pikal. 3 të parat janë dhe informacionet më të rëndësishme të vitit dhe më pas të tjerat ndjekin rrjedhën kronologjike nga janar 2025 deri në dhjetor 2025. 20 janar 2025 Donald Trump inaugurohet presidenti Shteteve të Bashkuara për herë të dytë. Donald Trump dhe Putin u takuan në Alaskë. Rusia përdori për herë të parë raketën oreshnik në Ukrainë, por pa kokë bërthamore. 150 miliard $, nga zjarret që dogjen Los Angeles për të shpëtuar peshkun Sacramento. Meloni shpall Sorosin kërcënim për sigurinë kombëtare. Shumica e grenlandezëve duan që Ishulli të bashkohet me Amerikën. Rumani protesta masive kundër anulimit të rezultatit të zgjedhjeve. Qindra mijëra njerëz në rrugët e Beogradit kundër Vučić. AB mbylli zyrën e saj të Agenda Walk për diversitet, barazi dhe përfshirje. Turqi, zjarr në hotelin Resort Skish ku humbën jetën 66 persona dhe shumë u plagosën. Një gazetare amerikane dhe ekipi i saj investigativ pretendojnë se Brigitte Macron është mashkull. Biden fal të gjithë të afërmit e tij, një ditë para largimit nga detyra, por harroi të falte veten. Argentina u tërhoq nga Organizata Botërore e Shëndetësisë pas fiaskos COVID-19. Amerika merr sërish kanalin e Panamas. Vetëm për anijet amerikane nuk ka më tarifa tranziti. WikiLeaks për USAID dhe 6200 gazetar, mbi 980 media, 279 organizata jo qeveritare nga 30 vende në listën e pagave. Trump urdhëroi Elon Musk të kontrollojë Pentagonin dhe administratën amerikane, duke shkaktuar panik për Deep State. Një avion përpalset në autostradë në San Paolo, duke shkaktuar viktima. Pas tërmeteve, një meteor dogji qiellin e Athinës me një zhurmë shurdhuese që solli ndjesi apokalipsi. Suedi, më shumë se 50 të shtëna me armë, në sulmin e bërë në një shkollë. Arrestohet dhe paraburgoset kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Francë, të paktën 12 të plagosur nga një sulm me granat në një lokal. Akt terrorist në Munich të Gjermanisë, makina goditi dhe shtypi shumë këmbësor. Për disa javë me radhë tundet Santorini nga mira goditje të fuqishme sismike, që shtoi frikën e aktivizimit të vulkanit. Kanada, rrëzohet aeroplan gjatë uljes në pistë dhe kthehet 180 gradë përmbys. Amerika votoi në favor të Rusisë dhe hodhi poshtë dënimin e saj nga OKB-ja për luftën në Ukrainë. Dënohet serbo-bosnjaku Milorad Dodik, që gjeti stre në Rusi dhe jo vetëm, duke shënuar kështu hapin e parë drejt destabilitetit në Bosnjë. Protesta madhështore në Athinë dhe Selanik kundër qeverisë Mitsotakis. Akt terrorist në Izrael, automjet shtypi njerëz në stacionin e autobusit. Amerika pezulloi dërgimin e ndihmave ushtarake në Ukrainë, dëbuan gjithashtu edhe delegacionin ukrainas. Zjarri i madh pas daljes nga shinat të trenit komercial që transportonte benzenin në Çeki. Hungaria bllokoi paketën e ndihmës ushtarake të BE-s për Ukrainën. Rumani, organizata e Soros Avaz, gjendet prapa përjashtimit të kandidatit Gheorghescu nga zgjedhjet. Parisi në flak, mira francez në rrugë kundër Macron dhe ndihmës për Ukrainën. Erdogan shkarkon nga detyra kryebashkiakun e Stambollit Imamoglu, pas paraburgimit për korrupsion. Me vendim gjykate, pengojnë Marine Le Pen të jetë kandidate për presidente në Francë. Merz dhe Scholz bien dakord për krijimin e qeverisë në Gjermani, pas fitores së Merz dhe CDU-s gjermane. Donald Trump njoftoi ndalimin e importeve kineze dhe tarifa 104 i për produktet kineze që do të hynin në Amerikë. Alarm në New York, teksa helikopteri u rrëzua në lumin Hudson. Partia Reforme Farage në Britani kaloi partia e parë me 30% të votuesve. Sipas sondazhit, Meloni nga Amerika deklaroi se ne do ta bëjmë perëndimin të madh sërish. Zjarr në një qendër biznesi në Moskë, shpërthime në parkim, akt terrorist. Donald Trump takon Zelenski në shtëpinë e bardhë dhe i thot po vret vendin tënd. Kalo në paqe. Dorzohu sepse nuk ke më potencë. Tronditet Forumi Botëror Ekonomik nga hetimet për Klaus Schwab lidhur me abuzime financiare. Në Vancouver 11 të vdekur pasi një makinë hyri turmës duke shtypur njerëz, akt terrorist. Zgjidhet Papa i ri, për zgjodhi të mbaj emrin Leo. Ursula von der Leyen gjykohet si fajtore për korrupsionin me vaksinat Pfizer dhe mesazhet e shkëmbyer me burlas, presidentin e kompanisë Pfizer, por parlamenti me vota e la në detyrë. Ndërprerje e energjisë në Spanjë. Telekomunikacioni i vendit doli jashtë funksionit. Donald Trump dërgoi 700 ushtar për të shtypur parashtetërorët dhe emigrantët e paligjshëm në Los Angeles. Izraeli vrau udhëheqjen e forcave ajrore iraniane në një sulm të vetëm.
teksa izraelitët i kishin futur në kurth. Valë sulmesh izraelite kundër Iranit me objektiv baza ushtarake, godinat administratës dhe pika strategjike. Zjarr masiv në një kull 67 kate në Dubai me dëme të konsiderueshme. Irani përgjigje të rënd raketore ndaj Izraelit, goditi godina dhe civil në Haifa, Jeruzalem dhe Tel Aviv. Shtetet e Bashkuara goditën Iranin, sulmi suksesshëm në qendrën e programit bërthamor, moment historik. Skandali që do të rrëzojë Mitsotakis, 5 miliard korrupsion në OPEC, sektori i subvencioneve të fermerëve. Donald Trump mbylli USAID-in. Protesta masive studentore në Serbi për të rrëzuar presidentin Vučić. 19 të vdekur në sulmin e Huthëve ndaj anijes greke MV Eternity. Fund subvencioneve për fermerët nga Bashkimi Evropian. Pasi parat i dhanë për patriotët e Zelenskit. Avion izraelit shkatërua në Damask, Siri, godinën e Ministrisë së Mbrojtjes. Treni në Gjermani del nga shinat, nga ku raportuan të vdekur dhe të plagosur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian arrin një marrëveshje tregtare. Von der Leyen thyhet dhe i premton presidentit Trump $1.3 trilion në vit. Gjynjëzimi i europianëve në zyrën ovale së bashku me Zelenskin, përballë presidentit. Nepal, protestuesit dogjën parlamentin dhe shtëpinë e ministrave, ndërsa kryeministri u largua me helikopter nga vendi. Ekstremisti i majt vret Amerikanin e djathtë konservator dhe aleatin e presidentit Trump, Charlie Kirk. Londra pa në rrugët e saj 3 milion protestues kundër qeverisë Starmer dhe emigrantëve. Shqiptarët votuan në maj për të qenë vendi me energjinë më të shtrenjtë në Europë, veç të tjerash. Për herë të parë në historinë e SBA-ve, një drejtor i FBI-s ndiqet penalisht. Shembet pallat në New York në lagjen Bronx pas shpërthimit të gazit najtror. Steve Bannon deklaron se Donald Trump do të jetë sërish president në vitin 2028. Turqia lëkundet nga një goditje sismike 6.1 ball në brigjet e Egjeut. Lufta e vendetës në kret të Greqisë la viktima dhe të plagosur, si dhe mira fishek rrugëve. Regres në New York, komunisti, reperi, antisemiti musliman u zgjodh kryetar bashkie. Amerika shndëron Greqinë në nyje energjitike për Europën. E zgjedh atë si port hyrëse të LNG-s amerikane. Donald Trump, Al-Shara në shtëpinë e bardhë. Siris ju hoqën sanksionet nga Amerika. Sondazh. Gjysma e popullsisë në Perëndim beson se nuk jeton më në demokraci, por sundohet nga një oligarki. Hong Kong. 83 të vdekur dhe mbi 250 të zhdukur dhe qindra të plagosur nga zjarri në një kompleks rezidencial kullash. BE-ja kërkon identifikim digjital për të aksesuar mediat sociale. Indonezi, të paktën 442 të vdekur nga përmbytje dhe rëshqitje të tokës në ishullin Sumatra. Fermerët grek në protestë mbarkombëtare mbyllin rrugët nacionale. Protesta vazhdon edhe sot. Amerika paralajmëron tërheqjen nga mbrojtja e Europës në vitin 2027. Meloni kërkon t'i kthehet ari në Rom dhe Unioni Evropian refuzon kërkesën e saj. Donald Trump mbylli imigracionin për 19 kombe. Tragjedi në Marok me më shumë se 18 të vdekur pas shembjes së 2 ndërtesave në Fez. Bullgarët protestojnë për ditë me radhë dhe kryeministri jep dorëheqjen. Eurokratët për herë të 8 në 3 vite shtojnë pagat e tyre. Gjermani, aeroplan me një motor, bën ulje emergjence në bulevard. Vrasje në një universitet amerikan, 2 të vdekur, 9 të plagosur, Brown University. Përmbytje në Bolivie me 3 të vdekur dhe 8 të zhdukur. Sulm terrorist në Sydney, 12 të vdekur, 29 të plagosur dhe 2 të arrestuar. Sasi mamuth kokaine kapet në pire të Greqisë, 10 ton kokainë. Thriller industrial në Gjermani. Volkswagen mbyll fabrikën pas 88 vitesh. Brazil rrëzohet nga erat e forta statuja e lirisë, 24 metra e lartë në Guaiba. Donald Trump shpall qeverinë e Venezuelës organizat terroriste. SBU ukrainase goditi tanker rus në jug të Kretës në ujërat greke. Fushëbetej jashtë Parlamentit Evropian mes fermerëve dhe policisë. Fermerët të vendosur për të ndalur marrëzitë e Unionit. Dalin fotot e para nga skandali i Epstein, me protagonist presidentin Clinton. Shfaqet lebroza në Europë, pas shumë dekadash. Kievi sulm me dron në rezidencën e Vladimir Putinit në rajonin e Novgorodit. Beteja për trashëgimin e Erdoganit ka filluar. Konkurrentët janë 5 individ brenda dhe jashtë familjes. SPAK dhe Shtetet e Bashkuara po tronditi nga themelet qeverinë shqiptare dhe autokratin Edi Rama, që mes duket i është ndaluar hyrja në Amerikë. Inteligjenca artificiale në vitin 2025 filloi të bëhet pjesë e jetës së çdo kujt.
Bëj subscribe nëse dëshiron mes komentit mund të na japësh idenë, mendimin, opinionin, sugjerimin tënd të vlefshëm. Mast Channel. Please subscribe.